Në aksin rrugor Qukës Qaf Ploq në bashkinë e Elbasanit, në dalje të fshatit Kalivaç, banorët zhvilluan këtë të hënë një protestë ku për rreth 10 minuta u bllokua qarkullimi i mjeteve në të dyja krahët. Situata solli edhe disa përplasje mes protestuesve dhe drejtuesve të automjeteve, të cilët u detyruan të ndalojnë për shkak të bllokimit të rrugës. Banorët kundërshtojnë vendimin për mbylljen e rrugës ekzistuese që lidh 3 fshatra. Sipas tyre, kjo rrugë është e vetmja që i lidh me tokat bujqësore, me shërbimet dhe me rrugën kryesore, ndërsa mbyllja e saj detyron të devijojnë disa kilometra larg, duke vështirësuar lëvizjen e përditshme. Jemi këtu te firma ekzistuese që mbaroi asfaltin do të zë rrugën. Edhe ne pandaj kemi dalë një javë përpara, që harriti deri më sot, edhe s'ka pse të zilet rruga këtu. Se shturpës jashtë logjike një. Që familjari do dhe rrugë për në arët për të vajtur. Ka decë këtu i qerekore. Në qoftë se ne të vëmë në fshatin Potkozhan, e do vimë vetëm gjysmore. Edhe njerë këthimi vetë një orë. I bie një lloj sikur ne të kim proptisht, që thanë pra decë. Banorët tregojnë se mbyllja e këtij segmenti i izolon, sidomos në rastet e emergjencave, dhe se rikthimi i qarkullimit vetëm nga Podgozhani rrit ndjeshëm distancën dhe kohën e udhëtimit. Sipas inxhinierëve të projektit, dalje të tilla në aksin e ri përbëjnë rrezik aksidentesh, por banorët këngulin se rruga ka qenë funksionale për dekada dhe nuk përbën rrezik për komunitetin. Ka qenë kohë të lashta, jo të sot. Tashin edhe për fshatin tonë shumë problem, që do shkojmë në Potkozhan si thaj shoku, edhe do vim këtu, një të sëmur që halli kemi nuk vim ashtu. Për fshatin tonë nuk shumë problem. Edhe për Dunicën e për Kurevarën. Pasandaj unë kam qenë edhe sykre plak, më përpara tash nuk jam, kam majtu në bashkia sa herë për rrugën këtu, që mos ziret, se që ka mundësi që mos ziret, të hapet thande më te. Edhe pa këtu, edhe ka fushpamje dhe ndër zadja dhe këtë zadja, që nuk ka aksidente. Për këtë, jemi mbledhur në tërktaktu, të qetësuar, kemi blektorin në fshat, e s'kemi të nga të kalojnë. Prandaj duhet që ne të hapet me patjetër nuk do të lënë të ziret. Unë s'dua të mbyllet kjo rrugë, sepse nuk kemi neve pse të rrethojmë ande kur e kemi rrugën këtu. Kjo rrugë ka vite, sa mbaj mendon, këtu ka qenë. Edhe shoferja mu në sa të dua shtinë. Pse atë jesh më bukur se këtu të kthejmë ne dhe atë jesh më keq se këtu. Kjo rrugë ka vite këtu që është. Si e zangeti rrugën? Ata duan në për aty në rrugë, jo vetëm këtu në fshat. Protestuesit shprehen të vendosur të mos tërhiqen duke kërkuar që rruga të mbetet e hapur. Disa familje paralajmëruan se do të vijojnë bllokimin e saj dhe madje nuk do t'i dërgojnë fëmijët në shkollë deri në gjetjen e një zgjidhjeje. Ne do vazhdojmë të protestojmë këtu sepse rruga nuk duhet ziret këtu. Ka pamje, ata thonë është mburim aksidenti, nuk është kjo rrugë mburim aksidenti. Unë fëmijët nuk i çoj në shkollë më. Këtu do protestotojnë të gjithë. Kjo është arsye që nuk do vënë në shkollë. Unë jemi me punë me të gjitha këta do të na përzihen për fshatit. Sepse se duan ata. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve vendore dhe kompanisë kontraktuese, duke u bërë thirrje atyre që të mos bllokojnë rrugën, që sipas tyre ka shërbyer për breza të tërë dhe mbetet jetike për komunitetin.